E bërë nën në çfarë moshe? Unë kam qenë 19-20. Mama në moshën 20 vjeçare, 2 student që papritur janë përballë faktit që një fëmijë po vjen. Çfarë ndodhi me ju në atë moment? Në momentin që sapo kishte lindur Sebastiane, 4 biznese, një jetë dinamike, një qytetare botës që udhton dhe jeton nga një kontinent në kontinentin tjetër, si është kjo jetë gjithkohës në lëvizje, mbushur plot me njerëz, me sfida? mendoj që po të ishte ndryshe, do ishte boring. Më thej që paraja nuk ka rëndësi ka liria që paraja më jep. Mund të blej gjithçka, por nuk më duhet gjithçka. Po. Për çfarë ke nevojë në fakt ti sot që ti je e lumtur dhe e përmbushur? Unë thjesht fare këtë që po bëj. Nuk do ndryshoj asnjë gjë. Danieli më ka propozuar që në moshën 17 vjeç. Ka ardhur me një pemë të madhe krishtlindjeje nga Gjermania me makinë për të festuar krishtlindjet në Shqipëri. Ju blet një godinë historike. Po. Muret ishin, nuk e di, duhet ndoshta kishte rënë zjarr një herë një kohë, por kishte një shkrim që kishte ngelur në mur nga 1900-ta. Hapim një dritare që ishte pak a shumë kaq e vogël. Dhe që aty shikojmë një pamje të detit të papar. Pam njëri tjetrin dhe tham, kjo do jetë shtëpia jonë. Në fakt, një nga dimensionet më të bukur të Migenës sipërmarrëse është Holberton School Tirana. Për mua fokusi tek Holbertoni është më tepër të krijojmë njerëz që janë inovator, që mendojnë ndryshe. Ke lindur me këmish ti Migena, është pyetja ime? Gjërat krijohen. Kur ka lumturi ka dhe diku një dëshpërim, dhe kur ka rritje ka dhe rënje, ndoshta në diçka tjetër. Spraying, e gjeta fjalën në shqip, ta spërkasësh botën me bukuri. Të uroj shumë sukses, mendoj që është një add-on për shumë njerëz për të inspiruar.